Përshëndetje të nderuar miq, do të shkojmë në Kosovë për të folur për një operacion të zhvilluar nga policia ditën e djeshme, që kulmoi me arrestimin e zotit Fatmir Shehodhi, akuzuar për spionazh për llogaritë të Serbisë, një personazh mjaft i njohur, e sidomos jo vetëm për shqiptarët e Kosovës nga vitet 90, por edhe për ne këtej, pasi ka depërtuar në media si analist politik për shumë çështje. Me një institut që ka hapur, pra i kamufluar mjaft mirë, po si duket nga autoritetet e Kosovës, ka dyshime se është spion pra i Serbisë, po për të folur më shumë për këtë personazh, por edhe të tjerë si ky, kemi të ftuar zotin Xhavid Haliti, një nga figurat mjaft të rëndësishme të UÇK-s, por edhe pas luftës me mjaft poste dhe pozita të larta shtetërore. Zoti Haliti, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje. Zoti Haliti, çfarë është për ju Fatmir Shehodhi, pra çfarë dini ju për të dhe përse edhe nëse është i dyshuar për spionazh, fakti që u arrestua tani pak ditë para zgjedhjeve, mund të themi që është edhe marketing politik, pra pse u la për tani kur dihej? Unë nuk e di sa hapësin kam, por do të përpiqem. Sa dëshironi ju, jeni ta përmbledh këtë çështje. Mos pari du të them që në Kosovë ka plot ish punonjës të shërbimeve sekrete të Jugosllavisë, respektivisht Serbisë, cilat kanë qenë në shërbim dhe janë të njohur. Ne i njohim secili këtu që ka jetuar din parafërsisht kush kanë qenë punonjësit e shërbimeve sekrete të Serbisë në Kosovë. Ka pas plot shqiptarë që kanë punu sepse ka qenë edhe në Kosovë ai shërbim. Ka njëkohësisht edhe punonjës të kundër spionazhit që këta e quajnë KOS, shërbimi i kundër zbulimit të ushtrisë, dhe Jugosllavia sipas dhënave i ka pas 11 deri në 13 shërbime sekrete, të cilat i kanë shërby njërit ose tjetrit institucion, duke përfshi edhe zyrën e Titos, respektivisht pas vdekjes tij, shefit të shtabit të ushtrisë së Jugosllavisë. Tani ky Shehodhi që po thoni, po e lani era Shehodhin, ne nuk kemi ndërmarrë në një veprim dhe s'kemi ligj përmes cilit pak a shumë do të trajtoheshin dhe do të merreshin ndonjë mas kundër atyre që kanë shërby me vite të tëra ose ndoshta me dekada në atë shërbim. Pra ne e kemi përjashtuar si ligj, por ka një ligj që dënon, nuk e kam parasysh sa dënon ata që punojnë për shërbime të huaja. Tani ky Shehodhi ka qenë nëpër media dhe gjithmonë ka folë në emër të shërbimit sekret, edhe ku ka punuar në analitik në Prishtinë, por edhe në emër të shërbimit sekret Kosovës ose shikut që kemi quajtur neve, përmes cilit ka deklaruar se ka marrë detyra. Tani unë mendoj që këtu nuk është në pyetje me dënu një ish punonjës të shërbimit. Ju keni pa që ka pas komunikat për vrasjen e babait të tij, që ka qenë e kam pa tani në media, i kanë nxjerrë në disa emisione komunikatën e lëshuar nga UÇK-ja, ka deklarime edhe publike se kush ja ka vrarë vllajën, atë babën. Zahir Parazitin në mos gaboj përmendet. Po kështu i kam dëgjuar që kam thënë, unë nuk e dija ka vrarë Zahiria, kush e ka vrarë. Dhe si di arsyen. Por ky është afruar për shërbim, me siguri shërbimeve në Kosovë, duke përfshi këtu edhe siç ka deklaruar disa herë që ka punu edhe për shërbimet e huaja që kanë qenë në Kosovë. Por këtu është në pyetje një çështje tjetër, e cila ka dalë edhe ajo në publik, lidhur me disa financa
që janë marrë nga shërbimi i Kosovës, nga AKI-ja, Gati respektivisht 650.000 euro. nga dy drejtuesit e AKI-s, dhe qëllimi mendoj që është me dëshifru pak më shumë, se unë e pash një emision e pyetën edhe Bexhet Pacollin për 300.000 euro që i ka marrë nga shërbimi, dhe ajo përgjigj shkurt tha që unë nuk e di për çka po më thonin, nëse është pyetje mjetet që janë dhënë për lobin, është një problem tjetër, po nëse më ftoni për me bisedu, më fton organet e duhuna, prokuroria, pra, unë se kam problem me fol. Qëllimi, mendoj, është që të kompromitohen dy drejtuesit e shërbimit informativ të Kosovës, edhe që kostoja politike të vjen në llogari të PDK-s, me qenë se ata kanë qenë të ngarkuar ose të emnuar nga kryeministri i Kosovës, respektivisht presidenti i Kosovës, që ka qenë zoti Thaçi. Që dhe Shahodi ka dhe foto me Thaçin, por edhe personazhe të tjerë publik, deputet, ministra. Po shiko, ai ka qenë publik, ka nejt me të gjithë, unë s'kam pas rast me pina herë kafe me te, por e di që ka qenë aktivisht në do të televizion, edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, edhe nuk e njoh, personalisht nuk kam njohje, por e di bukur shumë, lidhur me këtë aferat që kanë qenë më herët. Pra, lidhur me këto afera, ka pas një blokim të informacionit një kohë në shërbimin në AKI, kur kanë kërku ata hetuesit e gjykatës speciale që të hyjnë edhe ta kontrollojnë arkivin. Më vonë, si duket e është dorëzu ajo arkiva për me pa çështjet që ju kanë interesuar atyre, sepse edhe këta kanë pas obligim, por po besoj që zhurma do të jetë e drejtuar kundër PDK-s, respektivisht kundër Thaçit më shumë, edhe këta që kanë qenë të implikuar në atë, nuk e di, ato kur bëjnë veprime për interes nacional, unë po besoj që këtu ka qenë ajo qëllimi. Nuk e besoj që ja kanë dhënë një oficerit të sigurimit serb për të punu kundër Kosovës. Këto shërbimet kanë të leju me disa gjona, po besoj. Kur është interesi nacional, këto shërbimet përpiqen gjithmonë me rekrutu sa më shumë spion dhe në agenturën e shtetit që konsiderohet armiqësor, pra zbulimi i vendit. Tani, a ka pas ky aftësi dhe a ka luajt në rol në këtë aspekt, unë nuk e di, nuk e di edhe pse janë përdor ato mjete, por e di që ky ka pas një institut, kujtohet ta më në emni si është quajt, por një institut për marrëdhënie ndërnacionale, do me thonë mes serbëve, shqiptarëve, ku dione si është quajt, dhe nuk e di çka ka bën në atë institucion. Por po besoj që tani më qenë se e kanë marrë, do të sqaroj. Nëse vërtet ka qenë aq i aftë, sa edhe të paguhet nga shiku, nga AKI-ja, edhe të shërbej edhe shiku të Kosovës, të shërbej edhe se ka qenë ngarkuar me detyrë nga shërbimi, na i kemi ata dy oficer të cilët konsiderohet që e kanë ngarku me detyrë dhe i kanë dhënë mjete për të punuar, ata duhet me dëshmu të dytë dhe ato drejtoritë që e kanë marrë në trajtim, duhet të dëshmojnë, por këto dëshmi të shërbimeve janë problematike sepse ka shumë gjëra të cilat nuk duhet të dalin. Mbi të gjitha,
Megjithatë, shërbimi jonë, do të thonë AKI-ja, sipas ligjit e ka të ndaluar që të veprojë jashtë vendit, do të thonë jashtë Kosovës e ka të ndaluar që të ketë informator të ndryshëm, që të veprojë, por është çështje e ligjit, çështje e prokurorit se çka vendos, a me liru, a me majt në hetim. Gazetari Milaim Zeka ka thënë që e bën qëllimisht që arrestua në moment që unë isha me të. Në mos gaboj ka thënë që po i dorëzonte një material. Unë nuk e di. E pash Milaimin që në një intervistë në Klan Kosova atje. Në Klan Kosova, se pash në tërësi, por e pash pjesërisht, nuk e dija që ka qenë me te, por ai ka taku të gjithë që kanë pas interes për te. Tani unë, Milaimi e din se çfarë ka folë, pse është taku, dhe edhe kjo mund të qëndroj, që ka pas në një material kompromitues për pushtetin aktual, dhe me qenë se Milaimi llogaritet si simpatizant më i madh i Joni, i Partisë Demokratike dhe i partive që janë në opozit, po besoj që kanë pas frikë mos që ka dhënë ndonjë material kompromitues. Ai tha që ka pas një material kompromitues për zotin Rashiq, deputetin Rashiq, unë nuk e di tamam, por këto çështjet materialet kompromituese të stisura, sa për zhurmë, sa për kështu, unë nuk ju besoj, sepse kam dëgjuar në disa raste që kanë bërë këti regjistrime, gjoja që janë të individëve të caktuar në fakt nuk kanë qenë improvizime dhe me sërbishte jo tamam si që e kanë pretendu. Tani, media dojnë me kry punën e vetë, por kisha mendoj që nuk duhet me gënjy, sa ma pak me gënjy është ma mirë. Ndërkohë që sot RTK-ja ka publikuar një video tjetër që komunikon me Radoj Qiqin, i thot miku im i madh. Pra, ajo që ju thatë pak më lart që nga të dyja anët. Radoj Qiqi ka komuniku me të gjitha. Radoj Qiqi ka punu në Kosovë, Radoj Qiqi ka marrë tendera, ka ndërtu shkolla, ka ndërtu rrugë, ka shit kësi zhavor, ajo është bë milioner në Kosovë dhe parët i ka investu pastaj në Serbi. Ajo është qytetar realisht i Kosovës me origjinë nga Gjakova. Por, mendoj që të qenurit ose të folurit me Radoj Qiqin nuk tregon diçka që ai ka mujt me qenë në një spion. Sepse Radoj Qiqi nuk ka qenë ai shefi zbulimit, as nuk ka qenë, se besoj që ka pas të interesa. Por, Radoj Qiqi ka qenë figurë politike, me ndikim në listën sërbska, me ndikim të Vučići, dhe kombinimet mund të kenë qenë këtë variant, që ky të ndikoj përmes Vučićit, përmes Radoj Qiqit, tek Vučići, dhe Vučići pastaj me zgjedh problemet me listën sërbska në institucionet e Kosovës. Po aludoj, nuk e besoj që i po ja qëlloj. Por me qenë se po flasin gjithë me aludime, edhe unë po aludoj se kështu ka mujt me qenë. Unë nuk kam pi kafe as me Radoj Qiqin najher, as me Vučići, me këtë shehollin, por jam përpjek me pas informata që ka pëndodhë. Si çdo politikan që përpiqet me ditë çfarë po ndodh në Kosovë. Zoti Aliti, po janë të shumë të personazhe si punë e shehollit që janë tashmë qoftë media, në prime time, po qoftë edhe në politika apo institucione të tjera, pra në dijenin tuaj, jo në tërësi, po qoftë edhe konkretisht. Shiko, na kemi një problem i cili do të duhej me u zgjedh. Por
Kosova për 100 vjet e ca ka qenë sundume për Serbisë. Shërbimet që kanë qenë edhe të kohës Serbisë së vjetër, edhe në kohës Jugosllavisë së vjetër, desha më thënë, edhe në kohën e Jugosllavisë së re të Titos, kanë punuar fort në Kosovë. Ju duhet ta dini që divizioni i ushtrisë serbe në Kosovë, vetëm divizioni i Prishtinës ka pas 30.000 ushtarë. Dhe 30.000 ushtarë duhet me mbulu edhe me shërbime, edhe me gjitha ato që i ka një shteti organizuar. Ka pas një shërbim edhe në kohën e Jugosllavisë vjetër kanë punu edhe shqiptarët për te. Duhet me thonë se shqiptarët nuk kanë punu, sepse ata kanë pas nevojë për shqiptarë, për me kontrollu Kosovën, e kontrollon për njerëzve tu, për njerëzve të vendit ku jetojnë. Por mendoj që është dashtë ligjërisht me i rregullu këto çështje. Nuk po them se ka në media, nuk i kontrollojnë media, i kontrollojnë gjithçka. Por është dashtë me pas paktën kur konkuron dikush në punë me pas të obligume me thonë çuni goca e ku është, ku ka punu deri sot, çka ka punu dje. Këto gjona, kur njeriu fillon me punu në shtet, edhe futet në politik, edhe merr detyra që kanë bëjnë me interesat e shtetit dhe me sigurinë e shtetit, duhet me qenë njerëzit e filtruar fort mirë, se kështu funksionon krejt botën, nuk po them unë se na kemi një averzion, ju në Shqipëria atje jo sigurimi i shtetit dhe ne që janë për mu pralla, se shërbimet e shtetit punojnë për me siguru jetën e qytetarëve, për me pas një siguri, për me rujt ato që ligjërisht duhet me i rujt. Por dikush kur punon për shërbimet huja, duhet me pas një qëndrim në IT, ose duhet me pas një kontroll më të madh, se qa po bën ai tani. Qoftë edhe një farë diferencimi, nuk isha me thonë familjare, politike, si që ka qenë nështë dikur përmes leqitjes e njerëzve, por në disa vende kanë synu me hy njerëz të cilët mund të jenë pjesëtar ose informator të shërbimeve serbe. Po, vështirë që mund të hapen këto dosje. Vështirë që mund të hapen këto dosje, vështirë që mund të hapen. Jo, nuk është problemi mu hap dosjet, se këta po thënë me u hap dosjet e me u bastu. Dosjet e në Serbi, dhe ato dosjet mujnë mu manipulu, kur doj Serbia. Nuk janë, për shembull Shqipëria në hap, ato dosjet që hapen dhe vje mirë ato që janë hap, nuk kanë kohë kërkush që ja ka prish në i rresht, në qa ka pas në dosje. Por lufta, beteja e funit për jeta vdekje e Serbisë në Kosovë, mendoj që ka me qenë futja e shqiptarëve në konflikt përmes dosjeve që një ditë mund t'i nxjerrë Serbia publikisht edhe ta rregulloj sipas shefit, duke pas parasysh edhe informatat që ka edhe për familjet, edhe për njerëzit, edhe kush kene ka damtu. Pra, ne nuk mund të jemi të sigurt edhe në dhënien e këtyre dosjeve, por dosjet janë atje. Sipas informatave të mia, dosjet kanë qenë në 5 ose 6 kopje gjithmonë. Ka pas Federata, ka pas Serbia, Kroacia, Slovenia, Bosnia-Hercegovina dhe Maqedonia i kanë pas dosjet e dublume dhe i kanë pas edhe në Federatë. Pra këto dosje janë dhe në Sloveni, Maqedoni, Bosnjë. Këto janë çështje të cilat këta që kanë qenë akterë, që kanë pas funksionet nalta, një pjesë jetojnë akoma janë gjallë në Kosovë, dinë më shumë, dinë me shpjegu se si ka funksionu, por
Por ajo që është e domosdoshme për politikën e Kosovës dhe për interesat e Kosovës është që sigurisë t'i kushtohet rëndësi shumë e madhe dhe eksponent të cilët kanë punu. Do duhej me pas një mekanizëm përmes të cilit ata mujnë me informu dhe mujnë me ndihmu shërbimin, ose ma mirë me thonë shërbimet e fshehta të Kosovës, sepse nuk është ndaj sekret, ato janë publike që janë kemi shërbimin tonë të fshet, dhe duhet me pas drejtori të veçantë dhe jo me i keq përdor për interesa elektorale ose për interesa të individëve të caktuar që duan ti përdorin, respektivisht ti keq përdorin për me damtu dikan. Unë mendoj që nëse ka ndesh me damtu zotin Rashić, nuk ka qenë ai problem, se edhe Vučići është interesuar me damtu zotin Rashić, edhe lista srpska është interesuar me damtu zotin Rashić, dhe unë mendoj, du me qenë realist, zoti Rashić është njeri ndër deputet e rrallë në Kosovë nga komuniteti sërb, edhe disa që ish deputet kanë qenë, të cilët e kanë kuptuar realitetin dhe kanë qenë të interesuar dhe janë të interesuar me imbroj drejtat e serbëve në Kosovë, por jo me damtu Kosovën përmes shërbimeve të serbe. Pra mund të jetë edhe një luftë e vetë serbëve që shpërtheu me këtë arrestim. Unë mendoj që është kombinim. Tani kush kujt ja ka hudh atë grepin që themi ne, nuk e di, por ka pas një fushat disa ditore kundër Rashićit. Nuk e di a ka qenë i korruptum, çka ka qenë i korruptum, pse ka qenë i korruptum. Realisht me këqyr kush është i korruptum në Kosovë, në Serbi, në Shqipëri, o problem me i da tani kush është e kush është, por korrupsioni është evident dhe ka korrupsion edhe në Kosovë, sa të dush, dhe normalisht që ata që kanë pak pushtet, ata mujnë me u korruptu, ata që s'kanë pushtet që ka më korruptuaj. Dhe zoti Rashić ka qenë ministër, unë nuk e di detajet, mund të ketë pas ndaj korrupsion, por për korrupsion, për ta denoncu, mundet gjithkush, por hetime duhet t'i kryj prokuroria dhe jo gazetarët. Me që jemi duke folur për këtë person, pra Nenad Račić, është zgjedhur në kryetar i kuvendit të Kosovës, pra lëvizja vetëvendosje me gjithë LDK-n kanë bashkuar votat dhe e kanë zgjedhur në kryetar, pra është zgjidhur Gërçi, Račić, Nenad Račić. Rashićin? Po, sa po është zgjedhur tani? Okej, nëse është kushtetuese, pse jo? Pra, do të mund të qenë ajo për ta parandaluar. Unë nuk kam ndaj ku me ditë, kam qenë në delegacione me te një 2-3 herë, si deputet për parësia ti është që e fletë gjuhën shqipe mirë, që me sa dijune është kundërshtar i Vučićit, edhe ata janë kundërshtar ti dhe janë përpjek me damtu. Nuk e di kushtetuta ose kushtetueshmërisht a është e drejtë që përfaqësuesi një partie që ka veç një deputet me pas antarin e kryesisë, po sidoqoftë kush ka ankesa mund të anku prap gjykatë kushtetuese. Zoti Aliti, po personazhe si Sheholli apo vet ai mund të kenë ndikuar për të furnizuar gjykatën speciale? Me dorën e Serbisë? Nuk e besoj që ka, ndoshta në fillim, domethënë pas luftës, sepse njeriu kur t'ja vrojnë prindin, edhe të dihet botërisht kush e ka vrarë dhe të ketë rrahgjoksje të njerëzve individualisht kush e ka bë, dhe ka pas edhe një komunikat, normalisht që edhe me u pas anku për vrasjen e babait vet, është krejtësisht normale për mua, sepse prindi është prind, nuk ka as parti, as ka
feja, s'ka ideologji që e ndan prindin ose fëmin nga prindi. Tani në kohën kur ka pas diferencime, kohën e komunizmit njerëzit janë përpjek me u largu prej njerëzve edhe të familjes, me bo një farë distancimi, por tani mendoj që mund të ketë bo një deklarat, unë se di, por në gjykatë speciale, unë nuk e kom pa që ka qenë me dëshmu, dhe në qoftë se s'ka qenë me dëshmu, dhe s'ka qenë dëshmia ti s'ka qenë e fshetë, si që kanë dëshmu disa me perde, atëherë unë nuk muj me thonë që ka qenë dëshmitar dhe mund të ketë bërë diçka për gjykatën speciale. Por, ana tjetër në qoftë se me bisedat që i kanë bërë oficerët e gjykatës speciale dhe hetuesit e gjykatës speciale kanë bisedu me njerëz prej, më thonë, nga 99-ta të gjitha vendet pothuajse kanë pas shërbimet dhe i kanë shërbimet e tyre në Kosovë dhe kanë bisedu me siguri që me secilin që është damtuar për me marrë dhona si çfarë ka ndodhur, si çfarë ka mujt me ndodhë me njërin ose me tjetrin. Siç kanë marrë dhona edhe për njerëz të zhdukur dhe për njerëz të humbur. Pra, ata që janë damtuar realisht, e drejta e tyre është e pamohueshme nëse kanë qenë të pastër, që të kërkojnë drejtësi ose të kërkojnë llogaridhënie për dikën që ka mujt me ekzekutu dikën. Por ai e ka pas babën, e thot edhe vetë që ka qenë oficeri udhbët, sa nuk e di që ka qenë ai, se kom njoft as kom dëgju, por dhe komunikatën e kom lexu dhe nuk mund të them se s'kam argumenten që ai ka denoncu ose ka ndiku në themelimin e gjykatës speciale. Themelimin e gjykatës speciale ka pas një fushat të madhe, ashtu siç ka pas edhe gabimet tona, të cilat kanë një kosto, por fushata ka qenë e madhe ndërkombëtarisht dhe në balë kësaj fushate ka qenë Rusia dhe Serbia. Tani unë kam qenë edhe në mbledhjen kur është votu raporti i Dikmartit në Këshillin e Evropës, edhe kur është miratu në Komisionin për të drejtat e njeriut, raporti i Dikmartit për të kaluar në miratim në Këshillin e Evropës, ai ka qenë strategji e delegacioneve anti-Kosovë që me nxjerr raportin të premten ku gjithë pothuajse delegacionet edhe deputet të cilët janë pjesë e Këshillit të Evropës, e Asamblesë të Këshillit të Evropës, zakonisht 8 mbrëmje ikun, sepse për të premten mesin gjëra fare të parancishme për të votuar. Edhe që ja kanë vu menën dhe ka fitu me vota raporti dhe nga ajo filloi pastaj. Filloi që u bë gjykata speciale gjykata. Ajo përparësia jonë, mendoj ka qenë që na kemi qenë të hapun si ish UQK dhe si politikan përgjithësi që të hetohemi, pse jo? Pse të, nuk ka pas kërkush kundër, por gjitha akuzat të cilat janë bërë kundër UQK-s kanë rënë, s'ka pas shtëpi të verë, s'ka pas transplant organeve dhe kjo e ka nxit, kjo propagandë e fuqishme që ka qenë edhe mediatike shumë, e ka nxit Evropën, do të thoja, në përgjithësi, dhe ka ndiku tek qytetarët e evropian që të thojnë, kene kemi një muna. Pas ka pas njerëz që gjatë luftës kanë bërë transplant organesh dhe kanë përfitu me organet e dikujt, që për neve ka qenë absurd, paktën për mua që kom ditë shumicën e gjanave se çfarë po ndodhin dhe çka mujt me bë. Kush si ka mujt me bë ato gjana dhe s'ka dalë kur gjë, as shtëpi të verdha, as shtëpi të bardhë, as shtëpi të kuqe. Pra,
filloj me diçka të madhe dhe përfundoj tani me do marhoma, me do perde atje, duke deklaruar dikush për qëllime personale, dikush ashtu dhe kanë përfundu njerëzit në burg. Uroj që fundi të jetë pozitive dhe të mbyllë dhe ish-krerët e UÇK-s të lirohen sa më shpejt për të rikthyer Tani unë pres që ata me u shpall pa fajshëm të gjithë, edhe me u liru në fund të gjyqit. Zotja Lidi, falenderoj shumë për bisedën, edhe për gjitha informacionet dhe analizën që datë me publikun tonë. Faleminderit, mirupafshim.